Numri i pacientëve me sëmundje të rralla nga viti në vit po rritet, ndërsa buxheti për këtë kategori pacientësh për vitin 2026 do të zvoglohet. Regjistri numëron 1023 pacient. Prej tyre 403 trajtohen përmes programit për sëmundje të rralla, sepse jo të gjithë pacientët janë kandidat për të trajtuar. Për disa sëmundje as nuk ekziston ilaç, thon nga shoqata Jeta me sfida. Ova godina koja je budžet od 24 milioni evra, сега беше около 17,5 за наредната, што е големо намалување. Тоа не може да биде така. Мора да, апелирам до Министерот за финансии, пошто тој е одговорен за финансиите, апелираме до Министерот за финансии да ја зголеми програмата, а не да ја намалува. Problemi tjetër është se ende nuk është i kaluar vakumi për përfshirje të pacientëve të ri në listën e trajtimit pas miratimit të buxhetit. Pacientët e ri që diagnostikohen me sëmundje të rrallë gjatë vitit duhet të presin deri në vitin e ardhshëm që të përfshihen në program. Се уште се чека, со исклучок на одредени болести каде што има донации на одредени лекови. Тоа на тој начин се покрива, но не може да влезе во програмата тој пациент затоа што буџетот се одредува на почетокот на годината и тој буџет останува ист и тој веќе е испланиран за постоечки пациенти и нема место за нови, освен ако некој не почине. I pyetur për buxhetin, ministri i Shëndetësisë Azir Aliu thotë se buxheti i përcaktuar nuk është definitiv dhe se është draft buxhet. Pra po çdo linjë buxhetore neve kemi analizuar dhe kemi bërë një dokument i cili do shkojmë për çdo linjë buxhetore që të editohet dhe të adaptohet në bazë të nevojave shëndetësore që i ka Ministria e Shëndetësisë për të pasur një buxhet kompatibil me nevojat që neve i kemi për dhënien e shërbimeve shëndetësore në shtet. Ministri Aliu shtoi se në kuadër të programit të sëmundjeve të rralla për vitin 2025 janë siguruar gjithsej 58 ilaçe për 430 pacient, duke përfshirë 3 terapi të reja për artritin reumatoid juvenil, ataksinë e Friedreichut dhe sindromën Dravet.